në emër të organizatave të shoqërisë civile që kanë ndjekur nga fillimi procesin e përzgjedhjes së anëtarëve të bordeve të RTK-s dhe KPM-s. Jemi këtu bashkë për të shprehur shqetësimin ton për mënyrën se si po vazhdon, se si ka nisur, si është organizuar dhe mënyrën se si po vazhdon ky proces kaq i rëndësishëm për mediat në Kosovë, për dy institucione të rëndësishme siç janë RTK-ja dhe KPM-ja. I gjithë procesi është jo transparent që nga fillimi, nga ana e Kuvendit të Kosovës, nga ana e në fakt deputetëve të partisë më të madhe, vetëvendosje, i gjithë organizimi i shqyrtimit të dosjeve të kandidatëve që kanë garuar, janë mbi 70 për RTK dhe mbi 30 për KPM, ka shkuar në mënyrë të tillë që ka pasur mungesë transparence dhe për këtë antarët e opozitës dje e kanë bojkotuar mbledhjen e komisionit ad hoc për RTK-n. Koha në të cilën janë ftuar kandidatët për intervistë ka qenë e kufizuar dhe ka pamundsuar atyre që të përgatiten për intervistat që nisin sot. Njëri prej kandidatëve është ftuar në orën 9:24 në mbrëmje për intervistë gjatë ditës së sotme, që është praktike e cila nuk duhet ndjekur dhe e cila kufizon të drejtën e atyre që kanë kandiduar për tu përgatitur. Gjithashtu, deputetët nuk e kanë pasur kohën e nevojshme për të shqyrtuar dosjet e kandidatëve, pasi që ato për mbi 70 u janë dhënë të premten dhe të martën ka ndodhur pas pushimit të Pashkëve Ortodokse, ka ndodhur takimi. Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës, shoqëria civile, pra kërkon në fakt që ky proces të pezullohet si i tillë për momentin dhe të rinis vetëm kur të sigurohet se do të ketë një proces fair, transparent dhe me kohë të përshtatshme për përgatitje si të deputetëve për t'i marrë në pyetje ata që duan të bëjnë pjesë të tyre dy bordeve, gjithashtu edhe e atyre që kanë garuar për të qenë pjesë të tyre. RTK dhe KPM-ja si institucione në syrin e AGK-s të Komunitetit Gazetaresc janë kruciale për lirinë e medias në Kosovë dhe ne dëshirojmë që më mirë të ketë vonesë për zgjedhjen e antarëve të bordeve, sesa të ketë një proces i cili tashmë është i kompromituar dhe që ka për synim shohim një kapje politike të këtyre bordeve nga vetëvendosja. Atëherë, siç e tha edhe Xhema, gjithë ky proces është i kompromituar nga përvoja jonë të kaluarën që kemi monitoruar procese të ndryshme të rekrutimit nga Kuvendi i Kosovës, ajo çfarë kemi parë dje dhe pritet të shohim me gjasë edhe gjatë ditës së sotshme është krejt e kundërta nga ajo praktike mirë që është ndërtuar në të kaluarën. Gjatë zhvillimit të mbledhjes së djeshme, do të thotë pa pranimin e kamerave, e thamë që janë përdorur standarde të shumëfishta në shqyrtimin e aplikacioneve. Fillimisht është vendosur që kandidatët që nuk i kanë dorëzuar gjitha dokumentacionet të eliminohen, pavarësisht që është dhënë një mundësi e dytë për plotësimin e dokumentacionit. Më pas gjatë shqyrtimit disa kandidatëve të caktuar është konstatuar edhe pse nuk i kishin dorëzuar të gjitha dokumentacionet, qoftë edhe ato bazike si CV-ja, pavarësisht një mundësie të dytë edhe t'ju mundësohet të kalojnë tutje. Në këto raste komisioni ka ndryshuar metodologjin pa asnjë arsyetim, duke favorizuar në mënyrë të hapur të paktën disa kandidatë dhe një nga ato është përjashtuar në mënyrë të kundërligjshme. Sa i përket procesit të intervistimit, praktika deri tanishme ka qenë që deputetët e Kuvendit të Kosovës, sidomos ata që janë pjesë e komisionit ad hoc, të bëjnë përzgjedhjen e pyetjeve që do të jenë të gjitha njësoj për të gjithë kandidatët, e gjë që nuk ka ndodhur në rastin konkret, do të thotë është udhëzuar administrata e këtij komisioni që të përgatisë 20 deri në 30 pyetje, prej të cilat kandidatët do të zgjedhin nga 3. Me këtë gjë, ata kanë arritur që kandidatët që do të jenë pjesë e këtij intervistimi të trajtohen në mënyrë të barabartë, të pabarabartë. Do të thotë nuk do të jenë pyetjet e njësoj për të gjithë kandidatët, por do të ketë pyetje të ndryshme, gjë që nuk ka ndodhur në të kaluarën. Për më tepër, komisioni ka parapar vetëm 2 ditë për intervistim, do të thotë 75 kandidat dhe respektivisht i bjen 37 kandidat në ditë, së do të fillojnë pas pak dhe vetëm 15 minuta do të kenë kohë kandidatët që të përgjigjen në intervistë. Kjo kohë është pamjaftueshme për të paraqitur një vizion për rolin si antar i bordit të RTK-s dhe për të përgjigjur në mënyrë cilësore pyetjeve të deputetëve. Fatkeqësia qëndron edhe në atë se pavarësisht 3 pyetjeve që do të përzgjedhen kandidatët për të përgjigjur, komisioni do të ketë mundësi të ndërhyjë me pyetje shtesë, gjë që nuk parashihet në një proces intervistimi të mirëfillt çfarë e kemi parë në të kaluarën, sidomos edhe me angazhimin e ekspertëve britanik që konsideroj që e patëm pru një praktikë të mirë e cila fatkeqësisht tashmë nuk është duke e vazhduar.
Po flas pak për elementet që kanë karakterizu. Faleminderit. Po flas pak për elementet që kanë karakterizu edhe procesin e përgjedhjes së bordit të RTK-s, që është në proces, po edhe të anëtarëve të KPM-s, të cilat karakteristika janë tipike kur një parti në pushtet synon të kap një institucion të pavarur. Fillimisht me përmend që niveli i kualitetit të kandidatëve të cilët kanë kandidu është jashtëzakonisht i ulët, është shumë vështirë me gjetë profesionistë aty të cilët e meritojnë të jenë anëtar të bordit të RTK-s, dhe kjo ka ndodhur për shkak se profesionistët nuk i besojnë lëvizjes vetëvendosje që do të zhvillojnë një proces fair, transparent dhe sipas meritokracisë. E dyta u përmend që mbrëm në orët e vona të natës janë ftu kandidatët për të ardhur sot në intervistë. Kjo është përqeshje me procese të rëndësishme demokratike që ky kuvend është i thirrur të zhvilloj. Ta ftosh një person që do të shërbej 3-4 vite në RTK në orë rreth orës 10 të natës për me paraqit nesër në mëngjes në intervistë është jo serioze dhe është tallje me procese demokratike. Pastaj kemi standarde të shumëfishta, një kandidat favorizohet sepse qartësisht publikisht dihet që është pro vetëvendosje dhe dikush tjetër përjashtohet për shkak se po ashtu dihet publikisht që anon nga opozita, ndonse një gjë e tillë është e kundërligjshme. Me shumë keqardhje tregoj këtu para juve që disa prej deputetëve të lëvizjes vetëvendosje janë takuar në kafeteri me kandidat për antar bordi të RTK-s. Një gjë e tillë është e papranueshme sepse një person që bëhet antar i bordit të RTK-s nuk mjafton vetëm të jetë i pavarur, ai duhet të duket i pavarur në publik dhe takimet me deputet të lëvizjes vetëvendosje në për kafeteri përderisa po zhvillohet procesi tregon për pazaret të cilat janë bërë para se ky proces të zhvillohet. Shqyrtimi i dosjeve dje është bërë vetëm për sa përsyje dhe faqe dhe besoj që kjo ishte qëllimi pse lëvizja vetëvendosje i largoi kamerat nga salla. Dhe po e përfundoj tek këto karakteristikat, shumica parlamentare nuk ka tregu asnjë interesim që të mbaj partit opozitare pjesë të procesit, edhe pse deputetët nga opozita ofruan disa mundësi, qoftë edhe të punonin gjatë vikendit, në mënyrë që të ishin pjesë e procesit. Çka na tregon krejt kjo është që janë bërë të gjitha përpjekjet nga ana e lëvizjes vetëvendosje që të kapë tërësisht e jo pjesërisht siç e ka kapur RTK-n, në mënyrë që ne kur t'i shohim lajmet qendrore në RTK të dëgjojmë sa e mrekullueshme është kjo qeveri, sa i mrekullueshëm është kryeministri Kurti dhe si çfarëdo që bëjnë partitë opozitare, por besa edhe mediat edhe shoqëria civile, ose ka lidhje me Serbinë, ose ka çështje të tjera problematike. Ne nuk mund ta ndalojmë kopjen e RTK-s dhe të KPM-s e cila do të ndodhë në ditët në vijim. Ne jemi këtu për ta dokumentuar këtë kopje dhe për të ftuar lëvizjen vetëvendosje që të reflektoj edhe një herë dhe ta pezulloj këto procese, për shkak se Kosova ka qenë kampione e lirisë së medias në rajon. Ne e kemi humbur këtë titull dhe synojmë që të i bashkohemi me shteteve shumë problematike në rajon dhe të humbim pluralizmin e mediave. Atëherë është domosdoshme me përmend faktin që Komisioni i Pavarur i Mediave si një institucion i pavarur kushtetues dhe si një regulator i mediave ka një rëndësi kruciale në fushën e lirisë së shprehjes dhe rolit të mediave në Kosovë. Për këtë arsye është edhe një së bashku me bordin e transmetuesit publik janë edhe si bazamente të demokracisë. Për shkak të tentativave të shumta dhe të vazhdueshme për ndërhyrje në këto institucione deri më tani Kosova është ranguar poshtë më poshtë në indekse dhe në raporte të ndryshme ndërkombëtare. Duhet përmendur këtu një fakt. Për rreth një muaj më parë një delegacion i Këshillit të Evropës ka qenë në Kosovë dhe ka kërkuar nga kryeministri Kurti pikërisht evitimin e këtyre mangësive që ne sot po i përmendim dhe që fatkeqësisht përkundër kësaj ne po shohim prapë se këto mangësi dhe këto tendenca për ndërhyrje në këto institucione po vazhdojnë. Integriteti i procesit të përgjedhjes së anëtarëve të KPM-s dhe të
RTK-s duhet të jetë i pacenueshëm, duhet të kemi një proces gjithë përfshirës që respekton të drejtat e gjithë kandidatëve në mënyrë që të ketë edhe kandidat profesional në këto institucione, mirë po edhe që publiku të ketë besim në punën e këtyre institucioneve. Mënyra se si është menaxhuar ky proces deri më tani që përmenden edhe kolegët, pikërisht cënon këto parimet, cënon aspektin e meritokracisë, aspektin e transparencës, aspektin e gjithë përfshirjes dhe mbrojtjes së të drejtave të gjithë kandidatëve të përfshirë në këto procese. Në këto rrethona, ne dhe publiku kemi haptazi të drejtë që të dyshojmë se në rastin konkret kemi të bëjmë me tendenca për të zhvilluar një proces jo meritor dhe për të cenuar pavarësinë e këtyre institucioneve. Dhe për fund, e kuptojmë jashtëzakonisht rëndësinë e plotësimit të pozitave të anëtarëve në Komisionin e Pavarur të Mediave dhe Bordin e Transmetuesit Publik. Megjithatë, para se të jetë e rëndësishme që këto pozita të plotësohen, më e rëndësishme është që emrat e këtyre pozitave mos të dalin nga një proces me integritet të kontestuar që do të cenonte edhe gjithë përfshirjen, edhe të drejtat e anëtarëve të tjerë dhe në fund të fundit edhe pavarësinë e institucioneve dhe besimin e publikut në këto institucione. Ju falenderit. Po ideja dje që kemi ndjekur bashkë ka qenë që disa kandidatë janë skualifikuar në fillim për shkak të mungesës së dokumentacionit, kur ka ardhur radha e kandidatëve të tjerë që njëjtë s'kan pasur dokumentet e duhura, megjithatë kanë dalë emra të cilët deputetët e pushtetit i kanë njohur dhe u kanë dhënë një mundësi të dytë për të sjellur dokumentet. Edhe pse kjo në fakt ishte mundësia e tretë, sepse në shqyrtimin e parë administrata që ka bërë javën e kaluar, ishte qartë se disave mungonin dokumentet dhe pastaj janë kthyer sërish edhe tek ata që i kanë skualifikuar për të dhënë një mundësi të dytë për t'i dërguar dokumentet. Ajo çfarë gjithashtu vlen të theksohet është që presioni që i është bërë administratës së kuvendit, pra stafit civil të administratës së kuvendit është i jashtëzakonshëm. Dhe mundësitë për të bërë gabime dhe që procesi të kompletohet edhe akoma më shumë është për shkak të këtij presioni që administrata e kuvendit duhet të punojë pa orar edhe gjatë ditëve të vikendit edhe gjatë ditës së festave, sepse përpjekja e vetëvendosjes është gjithsesi ta përfundojë këtë proces gjatë javës së ardhshme para 28 prillit, që anëtarët e bordeve të KPM-s dhe të RTK-s të zgjedhen para shpërndarjes së mundshme të kuvendit, e që është tendencë, pra siç e shohim, për t'i dërguar njerëzit e tyre të favorizuar dhe për të mbajtur kapjen, sepse konsideroj si AKK që RTK në masë të madhe është e kontrolluar dhe shërben si mjet propagandues për vetëvendosjen dhe qeverinë Kurti, dhe ideja është të mirëmbahet kjo, dhe gjithashtu KPM-ja që ka vetëm një antar dhe që më herët kishte antar të cilët hapur janë me vetëvendosjen dhe kanë aplikuar sërish duke përfshirë Besnik Berishën, të cilin Gjykata Supreme ka gjetur se është zgjedhur kryetar i KPM-s në mënyrë të jashtëligjshme, ai ka garuar sërish gjasët i kaqe të zgjedhjetve, pra qëllimi është që edhe atje të dërgohen njerëz që edhe KPM-ja të jetë nën kontrollin e vetëvendosjes dhe të qeverisë Kurti.